Një muaj nga deklarata ku kërkoi që studentët dhe pedagogët të shmangin takimet elektorale në mjediset e universitetit, rektori Tonin Gjuraj tashmë kur fushata ka nisur, ka lëshuar një tjetër mesazh në drejtim të tyre. Këtë herë ai kërkon që pasorari zyrtar, studentët dhe stafi akademik të marrë pjesë në takimet e kandidatëve për deputet dhe të parashtrojë problematikat dhe shqetësimet që ka ky institucion i arsimit të lartë. Kërkesë që vjen pas prezantimeve të para, ku duket se arsimi i lartë nuk ka zënë hapësirën e duhur tek kandidatët. Pasorarit zyrtar madje inkurajoi kolegët që të marrin pjesë në takime të ndryshme të forcave politike dhe të ndajnë me to ato shqetësime që ka Universiteti i Shkodrës, sepse unë konstatoj fatkeqësisht që në ligjërimin politik të kandidatëve të forcave të ndryshme politike gjatë këtij muaji dhe ne për 2 javë do kemi zgjedhje të përgjithshme, nuk është diskutuar, ose të paktën në dinin time nuk kam parë që të artikulohen qartë prekupacionet e arsimit lartë, të janë zgjedhje politike dhe ka një agjendë politike dhe unë besoj që pjesëmarrja jon, artikulimi i shqetësimeve së bashku me forcat politike të cilët nesër mund të do të qeverisin vendin, duhet jenë më aktiv në këtë drejtim. Për shembull, siç ju e dini dhe përsëri shfrytëzoj rastin që të bëj thirrje subjekteve të ndryshme politike që të hedhin në tavolinë dhe të diskutojnë me qytetarët e Shkodrës, me qarkun e Shkodrës, por edhe me pedagogët e universitetit, nevojat që ne kemi si institucion. Për shembull, ende nuk kam parë të artikuluar ndoshta nevojën për të pasur një kampus universitar, siç po diskutohet ose siç është diskutuar për Korçën, për Durrësin apo për Universitetin e Tiranës. Ju e dini që unë kam avancuar dhe jam përpjekur të ndaj me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, por edhe me pushtetin vendor nevojën për të pasur si pjesë të universitetit tonë godinë në spitalit neuropsikiatrik. Unë mendoj që forcat politike, ato në qeveri dhe në opozit, duhet të jenë në anën e institucionit dhe duhet na mbështesin ne në një nismë të tillë. Kandidatët për deputet që përfaqësojnë forca të ndryshme politike duhet jenë, besoj, në unison në mbështetjen e Universitetit Luiç Gorakuqi Shkodër dhe në këto prekupacione apo nevoja që ne kemi, që unë besoj që i shërbejnë komunitetit, i shërbejnë prindërve dhe i shërbejnë maturantëve për te i preferencave që mund kemi apo vullnetit të lirë që do shprehin shqiptarët me 11 maj. Rektori Gjuraj u ndal edhe tek disa nisma të Universitetit Luiç Gorakuqi, që sipas tij kërkojnë mbështetjen e qeverisë shqiptare në mënyrë që të realizohen. Natyrisht ka edhe plot çështje të tjera pastaj që lidhen me profilizimin rajonal e kështu me radhë apo me diskutimet e çështjeve që lidhen me mesataren e maturantëve. Në Senatin Akademik, mes pikave që u diskutuan, ishte edhe ai i një propozimi që Universiteti Luiç Gorakuqi do t'i bëjë institucionit të Presidentit të Republikës për të vendosur një urdhër apo dekorat që mban emrin e kësaj figure të lartë të arsimit dhe shtetformimit, si dhe hapja 9 programeve të reja për vitin e ri akademik që nis në 6 shtator.